Unë besoj çdo herë e ka ngushtuar hapësinën e veprimit politikës. Çdo herë, çdo gjykim. Prej rastit të Sediut, rasti Pacolli, rasti i kryeprokurorit shtetit, rasti kryetarit kuvendit, rasti Vlan 1 dhe 2 që i thojmë ne, Vlani 1, Vlani 2, në 2014. Gjitha rastet, rasti Hoti, gjitha rastet ka kriju ka ngushtu hapësirën për manovrim politik dhe si që thash, i ka juridifiku proceset, i ka vu kopertur kushtetuese proceseve të pastra politike. Ka pas raste vendime gjykatës kushtetuese që kanë qenë shem absurd profesional duke pas parasysh kontekstin politik. Këtu, një kohë ju e dini gjithë ne kemë thonë, mirë është mësme njerëzit me precedente penale, aktakuza, mësme hinë procese politike. Kjo nuk është respektu, ka pas kohë respektu, po tash prap nuk po respektu. Në vendim rastin e Temarifit, siç e dini, profesionalisht ka qenë problematik, edhe është sot problematik, edhe është për mu ka qenë e qartë, por nuk mund të thush ti neni 45 që garancia kushtetuese. Nëse kushtetuta thot që drejtat merren vetëm me vendim gjykatës kushtetuese, gjykatës të rregull, ndalimi i ushtrimit profesion, nëse vjedh, ta ndalon, nëse ke vjedh vota, ta ndalon me hin procese politike dhe kështu me radhë. Atëherë ndodhi një absurd. Çdo kush ju dënon 3 vitin e fundit, për çfarë do dënimi? S'kesh kuptim aja. Për shembull, mund ndodh dënime që s'ka lidhje me asnjë për shembull trafik në komunikacion, po e lën në rast që totalisht është jashtë vullnetit të njerit. Dhe çfarë ndodhi? E ndrron ligjin, duket nëse s'gaboj, edhe si të ndrron ti ligjin, faktikisht e ke ndrru vendimin e gjykatës kushtetuese. Absurdi është ky.